nuk ka emër të ri për kryetaret kuvendit Kosovës. Cila do duhet rruga që duhet djekur Xhan, të vazhdohet kështu me këto seancat apo të provohet i drejtohemi gjykatës kushtetuese? Numër një, na duhet pjekuri politike, për shkak që nëse kushtetuta po jap një afat përsëri do t'i kemi po të njëjtat partitë politike, po me të njëjtat mendësi dhe nuk do të kemi para rezultate dhe përsëri do të shkojmë në zgjedhje dhe çdo të hupim kohë. Nëse primet partitë politik Kurna? Akimati, ku pedin? Qëla të matje tjetë, vetë momenti si proces, kërkesa për shkuar të gjykatës kushtetuese me marrë interpretim dhe pastaj implementimi vendimit të gjykatës kushtetuese na merr kohë disa muaj. Dhe ne s'kemi kohë muaj për një javë ka pa të vendosur për po flasim për një situatë e pashkruar dhe të paqëndrueshme. Situatat e pashkruara dhe paqëndrueshme marrin kohë, dojnë interpretim dhe ekspertizë ekstra. Prandaj përsëri i mbetet partive politike kanë përshtypjen që përsëri dëshirojnë edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese ta interpretojnë. Po momentin që lëvizja vetëvendosje e ka kokën akull dhe qëndrimet akull dhe përsëri thotë unë dua Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit, atëherë nuk ka kuptim as interpretimi i gjykatës kushtetuese as një interpretim. Shiko, dalin kuvend, e akuzojnë opozitën, gjykata kushtetuese nuk ja siguron votën partisë ose kandidatit që propozohet nga partia e parë. Pra, mos flasim për një shkelje kushtetuese, po flasim ja garanton propozimin siç ja garanton edhe partive të dyta dhe të treta për nënkrytar. Por nuk ja garanton votën. Nuk është patjetër deri nesër mund të një parti politike dhe ta propozoj një kandidat i cili mund të jetë kundër interesat të Kosovës. Prandaj, vota nuk mund të imponohet askujt. Vota duhet të jetë e lirë, askush s'po ja mohon të drejtën për ta propozuar kandidatin. Pra t'jemi realist. Le të propozon kandidatin, e ka për detyrë për siguruar votat. Çfarë po thonë partitë opozitare tash të themi kështu? Partitë opozitare votën nuk e bllokojmë, kemi problem me propozimin që ka bërë lëvizja vetëvendosje pra me emrin. Dhe shumë normale. Qysh çfarë problemi? Gjuha gjatë fushatës, shasja, për shkak të flasim pra potencialisht për një presidente të ardhshëm të paktën për 6 muaj. Albulena Haxhiu është zëria autentike kandidatin si kryetare e parlamentit, si një parti politike që zgjedh kryetarin e parlamentit dhe pastaj mos harrojmë për 4 vite do të udhëhet seancat. Ti e din që po të ketë anësi politike blokon shumë çështjen në kuvendin e Kosovës pra kryetari i parlamentit. Dhe paramendoj, mund të themi që zonja Krasniqi është prej emrave neutral. Jo,